Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin, duke ndarë me ju një gjë shumë interesante, duke ndarë me ju një lajm që në fakt më ka marrë vëmendjen ditën e djeshme. Gjatë një diskutimi apo një afrimiteti që Gjesti mundoheshte të bën me Viserlon, se pa marrë parasysh të gjitha diskutimeve, pa marrë parasysh të gjitha debateve, unë jam shumë i bindur që Gjesti e bën të gjithën këtë vëmendje që po jep Viserlos, vetëm e vetëm ta faktorizon në lojë. Sepse asnjë gjë nuk e lidh Gjestin me Viserlon, domethënë asnjë lloj debati, mënyra se si Gjesti e ka debatin me Viserlon është një debat qesharak, ndërsa Viserlo acarohet, revoltohet shumë dhe bën namin. Gjesti me patjetër që nuk e bën për ta provokuar, për këtë jam shumë i bindur, nuk e bën për ta njollosur imazhin e tij, nuk e bën për ta ofenduar imazhin e tij, po Viserlo nuk arrin dot ta kupton këtë pjesën dhe degradon në ofendime shumë të rënda brenda kësaj shtëpie. Për shembull, një video që mua më ka rënë në sy ka qenë ditën e djeshme, teksa Gjesti pas gjithë debatit që patën dhe diskutimit, sepse në fund të ditës dhe Viserlo si pëlqen, sepse Viserlo e di shumë mirë që është duke bërë debat me një nga banorët më të fuqishëm brenda kësaj shtëpie, me një nga banorët që ka një impakt shumë të madh jashtë, me një nga banorët që po bën një lojë shumë të madhe jashtë, dhe Viserlo si konvenon kjo gjë, dhe jo më kot domethënë e zgjatën kaq shumë këtë pjesën. Gjesti dhe Viserlo dje po komentonin, po debatonin dhe Gjesti po e ngacmonte Viserlo ka një mënyrë të shprehurit edhe mënyrën e të kthyer të situatës shumë arrogante, është shumë të ulët, edhe e ka me ofendime, por Gjesti nuk i hidhërohet, sepse edhe Gjestit mundet t'i betën hatri, edhe Gjesti mundet të acarohet dhe të kalon në ato norma që kalon Viserlo, por Gjesti nuk e bën këtë gjë asnjëherë. Përkundrazi ai buzëqeshën, gjithmonë buzëqeshën. Dhe ka qenë një moment që Viserlo dëshiron të ikën në dhomën e rrëfimit, edhe Gjesti thot apo shkon me kajt. Apo shkon me kajt, i shkon nga mbrapa. Po shkon me kajt në dhomën e rrëfimit, ndërsa Viserlo i thot mu zhduk, më lër të qetë, domethënë eskalon në momente shumë dramatike i bën gjërat, dhe vllau i madh nuk ja hapi derën e rrëfimit. Nuk ja hapi derën e dhomës së rrëfimit vllau i madh. Dhe kjo nuk kupton që produksioni nuk e mbështet Viserlon fare, dhe nuk kupton duke i thënë që avash mos e na ke lodh, na lër të qetë se na ke lodh psikologjikisht. Të paktën nuk kështu e marr. Në momentin që produksioni nuk të hapën derën e dhomës së rrëfimit, i bie që ti na ke lodhur më. Mos më pengo. Pastaj Gjesti i thot, vlla i madh po flen, mos se pengo. Viserlo u largua dhe u kthye në dhomë, ku më pas debati nisi, domethënë nga një lloj shakaje, nga një lloj vëmendje që Gjesti po i jep Viserlos, se po të mos ishte Gjesti që po e bën këtë dramën në shtëpi me Viserlon, Viserlo do të kishte qenë më keq se Mikela, sepse asnjë nga banorët nuk merret me të, asnjë nga banorët nuk diskuton me të, asnjë nga banorët nuk krijon situata me Viserlon, asnjë nga banorët nuk i jep rëndësi Viserlos, dhe të mos marrurit rëndësi apo të mos marrurit vëmendje në Big Brother është një gjë shumë e keqe. Më pas vazhdon Viserlo. Ti e din që Gjesti thot, ti e din që të dua me zemër. A e din, domethënë Gjesti sillet në mënyrën më njerëzore të mundshme, më shpirtbut, më të bukur, domethënë përsëri kthej që unë të dua me zemër, ja tha shumë në mënyrë njerëzore sepse e dëgjova këtë gjë. Tani Viserlo çfarë bën? Domethënë shive çfarë gjuhë të keqe të urrëties përdoren aty brenda. Dhe Gjesti thot seriozisht të dua. Viserlo i thot zakonisht ti kë e do me zemër e rreth shumë, ose e prek shpirtrisht, ose me duar e rreth e dhunon, ose psikologjikisht, siç bëre me Eglin. Do me thënë që ti e dhunove Eglin, që ti e rafte, e shkatrove, dhe Gjesti i thot të dua morbur. Tani, mënyra e torturës që po bëhet nga Viserlo, nga Jozi, nga Ola, të cilët për shembull Jozi dhe Ola mbrëm gjatë gjithë kohës kanë përdorur informacione nga jashtë, që duke e përdorur Xhenetën që Jozi nuk e bën për herë të parë, e ka thënë dhe me Gertën tek pjesa e Lori Kafes që përmendet Xhenkin, fol për Xhenkin. Tani Viserlo nuk arrihet dot të kuptojnë që
faktori kryesor që Viserlo ka qëndruar edhe një ditë më shumë në shtëpinë e Big Brotherit janë po këto diskutimet me Gjestin, sepse Gjesti e bën të rëndësishëm Viserlon, e krijon pol të kundërt të tij që Gjesti të ketë me këtë bën lojë. Do thënë Gjesti është një super menaxhues inteligjent i të gjithë situatave në shtëpi, po të shikoni me detaje, krijon situata, krijon dinamika, krijon ngjarje, krijon momente dhe po krijon dhe pole. Këto banorët nuk janë të zotët të krijojnë pol të kundërt dhe pol, pol të kundërt të shtëpisë nuk janë zotët të krijojnë. Dhe Gjesti me patjetër që e faktorizon Viserlon dhe Viserlo fal provokimeve, fal ngacmimeve të Gjestit del në prime dhe i shpëton nominimit, sepse banori që del në prime zakonisht gjithmonë i ka shpëtuar nominimit. Viserlo ka një gjuhë shumë të ulët, mënyrën se si i dramatizon gjërat, duke haruar që është në një Big Brother, dhe në një Big Brother do bëhet gjithçka për klikime dhe do bëhet shumë e bukur. Domethënë, mënyrën që po e fusin Eglin në shtëpi dhe po ja përdorin Gjestit non-stop, sikur Gjesti është një vrasës kundërndajt Eglit, kjo është në fakt e pa imagjinueshme, është e pa kapshme, është seriozisht shumë e rëndë. Unë do kisha dashur të marr mendimin tuaj si e shikoni ju qastjen që ka Viserlo ndaj Gjestit dhe mënyrën e urrejtjes që ai e përdorën. Kujtoj që edhe Danja ditën e djeshme ja ka thënë që nuk kam parë njeri që urrejtjen e ka kaq personale, do të thënë kaq urren tjetrin, saqë as nuk diskutohet më, ka personale shumë. Doja të marr mendimin tuaj për këtë raport.